Në numrimin e votave të kandidatëve për deputet të zgjedhjeve të 28 dhjetorit po shfaqen probleme të shumta, donse këto zgjedhje u cilësuan si të rregullta e demokratike. Por në realitet del se këto zgjedhje kishte vjedhje të mëdha të votave, të cilat ndryshuan edhe radhitjen e kandidatëve, si dhe numrin e votave të cilat mbledhen. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për rinumrim në 10 komuna, nga ku dalën në pa edhe emrat e atyre që ju ndryshuan votat pas numrimit. 5 kandidatët të cilët humbën më së shumti vota nga lëvizja vetvendos janë Arber Rexhaj me -624 vota e pas tij Reja Krasniqi me 540 vota më pak. Pas tyre vijojnë Dafina Alishani me 467 vota minus, Valon Ramadani me 432 vota më pak dhe Arsim Berisha me 280 vota. Ndërkaq dallim të madh të votave pati në PDK, ku Fetap Paqarizi theu rekordin e çdo kujt, pasi ra për 6018 vota. E menjëherë pas tij Nait Hasani me 3414 vota më pak. Kujtim Gashi po ashtu me 2355 vota më pak, Luljeta Vesalaj 2103 dhe Arjanit Çokalli me -1684 vota. Në LDK më së shumti vota humbi Xhavetuka me 1596 vota minus, e pas tij Driton Selmanaj me 1048 vota më pak. Në këtë peshe u radhetën edhe Anton Çuni, Visar Azemi dhe Ardian Shala. Ndërkaq në AAK Besnik Krasniqi pësoi rënje për 315 vota dhe Tringa Morina 162 vota. Pas tyre vijojnë edhe Burim Ramadani, Edmond Hoxha dhe Djellza Fetoshi.